Brenda një viti kemi arritur më shumë se çdo administrat tjetër. Me këto fjalë nisi presidenti amerikan Donald Trump, nisi konferencën për bilancin e vitit të parë të mandatit të tij të dytë në shtëpinë e bardhë. Ai u duki përmbajtur dhe larg energjisë së zakonshme, me një ritëm të ngadalë dhe pauza të shpeshta. Presidenti tronditi disi të pranishmit, duke nxjerrë një seri fotosh të personave që ai quajti kriminal aktiv në Minnesota, duke theksuar se të gjithë ishin arrestuar nga agjentët për emigracionin. Në një fjalim të ndërthurur mes imazheve të arrestimeve dhe temave ndërkombëtare, presidenti përmendi Venezuelën dhe të ardhmen pas Maduros, duke përmendur edhe emrin Maria Corina Machados, por pa dhënë një shëndrim të qartë. Tani po, e dua Venezuelën dhe ata kanë punuar kaq mirë me ne, ka qenë kaq bukur këtë javë. Dhe Machado është gruaja jashtëzakonisht e sjellshme që bëri një gjë shumë të pabesueshme, duke më dhuruar Nobelin. Nuk munguan as sunet politike dhe deklaratat e forta. Trump foli për udhëtimin e tij drejt Zvicrës dhe pjesëmarrjen në forumin ekonomik botror në Davos, ku politikat e tij të jashtme dhe kërcënimet për Groenlandën kanë nxitur debat të ashpër me europianët.